roli ti në gjithë të histori dhe raporti ti. Çfarë thot një agent i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, që ta kuptoj dhe publiku? Një agent i Agjencisë Mbikëqyrjes Policore duhet të kemë parasysh është struktura e cila monitoron punën e policisë shtetit dhe është struktura mbikëqyrëse e policisë shtetit. Po duhet të kemi parasysh që kur flasim për AMP-n, është institucion që ka një historik vitet e fundit ku mund të flasim për skandale, qoftë me ato me nxjerrjen e dhënave apo qoftë me përfshirjen e tyre në veprimtari kriminale. Po ne duhet kemi parasysh Sonila që kur flasim për armadën e policisë shtetit, ka pasur një problem masiv me kriminalizimin që nis pas asaj që është projekti i kanabizimit vendit. Dhe janë disa ngjarje të rënda ku nena dalin të gjithë të përfshirë zyrtar apo drejtues lart policisë shtetit. Qoftë nga ish shefi operacionales, apo qoftë nga ish drejtori i qarkut Lezhës që dilte pronar me përqindjen e parcelet e kanabisit apo në lërat e fatit, apo edhe në momentin e zhdukjes së Ervis Martinit, njeriu i fundit që ka qenë në shoqërinë e tij punonte për policinë, është një efektiv policisë shtetit. Ndërsa rasti konkret do duhet parë, do duhet presim pak për të kuptuar rolin e tij specifik në këtë histori, po patjetër që është një ngjarje e rëndë në gjitha dimensionet në raport me rendin edhe me sigurinë, se është një detaj që duhet theksohet Sonila. Po flasim për zonën më të sigurt në Republikën e Shqipërisë, që është aeroporti ndërkombëtar i Tiranës. Ne aty kemi pranitë policisë kufitare, ne aty kemi pranitë policisë rrugore, ne aty kemi pranitë të policisë së shtetit. Pra janë tre struktura ligjzbatuese. Ne aty kemi dhe pranitë të policive private që shërben qoftë për bizneset aty apo që janë pjesë e strukturës së aeroportit të Tiranës. Është një nga ata, patjetër, është një nga zonat më të mbikëqyra në Shqipëri dhe ne duhet kemi parasysh që është një nga akset më të ngarkuara në Shqipëri. Ky atentat mund kujton vetëm guximin që morën atentatorët që i bën atentat Brillant Martinait në aksin më të rënduar në vend. Pra trafiku që është në ataks pothuajse në çdo orar të ditës, pavarësisht superstradës, autostradës re, po themi Thuman Kashar apo rrugës tjetër aksit Kamzës, është sërish një aks shumë i frekuentuar që ka ngarkesë. Dhe dalja deri në atë pikë që thua ti është e superpopulluar, se të gjithë lëvizin. Për fakti që është super e populluar, qoftë nga banorët e zonës apo qoftë nga banorët që zgjedhin të shkojnë deri në Verion, aty gjithmonë kushdo që kalon atë aks, unë e bëj shpesh atë segment rrugor, aty ka patrullat shumë ta policie, ka patrulla policie në të dyja krahët, edhe nga krahu që vjen drejt Tiranës, edhe nga krahu që shkon drejt Fushkryes, apo dhe nëse zgjedh që të nisesh të shkosh drejt Vorës. Skema është e përsëritur, automjeti është gjetur i djegur në fshatin Halilaj të Fushkryes. Një detaj të fundit, Ilkeri, para se të kaloj dhe ke të ftuarit e tjerë. Nga shpjegimin që bëri Klajdi Bodut dhe ai bënte të detajuar sepse shihte në orale. Ka parë pamjet nga më ka bërë përshtypje që mu në rreth rrotullim, sepse goditja me breshëri ka ndodhur pak përpara se makina të afrohej. Në rreth rrotullim ka dalë autori nga automjeti tip Toyota. Ka pasur kohë në atë rreth rrotullim që është aq i mbikëqyrur që ka dhe njerëz, atentatori ka patur kohë të dalë nga makina, të shkojë, të hapi derën e aty ku ndodheshin viktimat. Ajo çfarë është më e rëndë në gjithë këtë histori është fakti që atentatorët kanë pasur informacion për gjithçka. Ato kanë pasur informacion edhe për faktin që ndoshta ndodhej jashtë shtetit, paktën me sapo kupton se është diçka shumë e vështirë që dikush të vritet sapo shkel tokën e atë tij pra. Domethënë dhe policia e shtetit kur bën arrestime të bujshme, nuk kemi parë në një rast arrestimesh që sapo ka zbritur në aeroport, është arrestuar. Faktën e toni është kemi rastin e jam marrë për Matizit, po shtetër histori. Nuk është pjesë e krimit organizuar. Po flasim për personazhet botës krimit. Pra unë vitet e fundit të paktën nuk mbaj mend që në një nga ato 251 personazhet e botës krimit që s'pa ka lëshuar urdhër arresti që ka dhe urdhër arresti ndërkombëtar, unë nuk di një rast aq eficient që në momentin që zbret të bëhet ekzekutimi, të bëhet ndalimi, të bëhet shoqërimi, pra, dhe kjo tregon që kemi të bëjmë me një grup shumë të strukturuar kriminal që ka marrë përsipër. Dhe me informacione të brendshme. Absolutisht që me informacione të brendshme, është e pamundur që ti të sigurosh informacion për shtetas që lëvizin në vende të ndryshme të Europës, momentin kur vinë, momentin kur dalin, me çfarë makine lëvizin, pra tregon qartë që ne kemi një koordinim mes personave që kanë informacion brenda këtij aeroporti, se çfarë ka ndodhur me lëvizjet, me oraret, me vendin ku është parkuar makina, me aksin, me segmentin rrugor që të ndjekë, dhe personave të cilët kanë qenë jashtë që kanë marrë përsipër realizimin e kësaj ngjarje të rëndë. Dhe mbi gjitha lehtësia me të cilën ato kanë arritur që të përshkrojnë 14 kilometra rrugë, 14 kilometra rrugë pa hasur në një postoblok policie, ndërkohë që ngjarja është marrë vesh me sekonda para. Redaksia e Syrit Televizion përmes kolegut tonë Klajdi Bodulli. Ka zgjatur 2-3 minuta, shumë nga breshëria e parë dhe derisa janë siguruar. Ngjarja është marrë vesh në media, në harkun kohor të 2 minutave, ngjarja ka qenë prezente në media dhe është një kohë shumë e mjaftueshme që komisariati i Rinasit, po themi, të njoftoj patrullat që të ngrihen ose pse jo të mos ngrihet një helikopter për shkak të specifikës edhe për shkak të dinamikës. Ne i përdorim helikopteret për videoklipe. Do duhet mos harrojmë që në atë pikë është edhe hyrja VIP
e aeroportit. Atje kalojnë edhe zyrtarët më të lartë, pra në atë kohë reale mund të ishte kushdo një rëndësi të veçantë. Antoni, do ta them, është ironi e fatit, por është për të falendëruar në thonjza që kanë pasur shënjestër. Sepse nga mënyra se si është vepruar dhe duke llogaritur lëvizjet që janë aty është e frikshme. Unë dua vetëm të dëgjojmë një deklaratë. Sot, pak minuta përpara se të ndodhte atentati, Ministri e Brendshme na jepte një siguri jashtëzakonisht madhe. Një siguri e cila ka të bëjë me garancinë e jetës, me parandalimin e krimit, por edhe me faktin se Shqipëria prej kohësh është zhytur në një skenë të vërtet ku lahen hesapet si në një Palermo. Ne kemi parë çfarë ka deklaruar ministrja. Njëshin. Tre krime, tre histori tragjike që nuk janë vrasje mafioze, për fat keq janë ngjarje të pashmangshme nga puna, pra janë të pashmangshme nga puna që bën për ditë policia e shtetit. Unë nuk besoj se ka në një vend të botës ku polici rrin kuzhinë për të parandaluar që djali të godas babain me thikën e bukës, apo në një vend të botës ku polici rri brenda në kuzhinën e restorantit për të parandaluar picierin të godas me thikë kuzhinjeri. Janë absolutisht ngjarje tragjike, por për të cilat nuk implikohet puna e policisë së shtetit.